Dhe vetëm në një vit ju keni patur dhe këtu një bum suksesi. Shohim motorat të Woltit kudo. Çfarë po ndodh me juve? Kaq shpejt dhe u rritet u bë gjigant. Në total janë më shumë se 700 korrier të regjistruar në platformë. Ka një punë jo të thjeshtë, por që paguhet shumë mirë dhe vlerësohet ndonjëherë dhe më shumë se puna e një menaxheri të lartë. Mund të them që një korrier paguhet më mirë se sa një deputet në Shqipëri. Si e menaxhoni juve kërkesën dua gjithçka tani? Mesatërisht një dërgesë dorëzohet për 30 minuta sot që flasim. Si aplikojnë bizneset për të bërë pjesë e Woltit? Është mundësia për të arritur qindra mira përdorues. Dhe një nga gjërat më të bukura që ti më ke thënë ishte koncepti lobster effect, efekti aragostës. Zhgualli vet, guacka vet nuk rritet bashkë me aragostën. Domethënë kur rritet aragosta, fillon edhe ndjen një stres të madh, sepse duhet dalë nga guacka që të vazhdojë rritjen. Nëpërmjet Woltit, cili është maksimumi i xhiros që një subjekt ka arritur duke përdorur këtë kanal alternativ? Po të ta thoja nuk do mbesoj. Kam shumë kuriozitet ta di, po. Është më shumë se 500.000 euro në muaj. Jam shumë e kënaqur që jam me Lisandër Dragoin sot në këtë episod të podcastit, sepse është një podcast biznesi dhe mua më pëlqen shumë që të kem njerëz të suksesshëm nga bota e biznesit, sidomos nga kompani ndërkombëtare që kanë përfaqësitë e tyre në Shqipëri dhe që kanë njohur rritje në kohë shumë të shpejtë. Gjithçka në fakt rreth intervistës sonë sot do të jetë rreth shpejtësisë, sepse Wolti, kompania për cilën ti punon si menaxheri kryesor në rajon, menaxheri i përgjithshëm, e ka në bazë të filozofisë të jemi të shpejtë dhe të përgjigjemi klientit që gjithmonë thot e dua tani, e dua këtu, sa më shpejt. Edhe juve për 30 minuta na gjeni kudo ku jemi dhe na sillni atë që na duan shihet e gojës, ato mëkatet e gojës si quaj unë. Dhe jo vetëm. Mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë për ftesën. Duke parë tipologjinë e të ftuarve që ju keni në podcast, për mua është vlerësim i jashtëzakonshëm. Edhe për kompaninë gjithashtu, kështu që faleminderit për ftesën. Një kompani shumë interesante Wolti. Unë tani do të ndihem sikur jam në bankat e Harvardit, atje ku neve në fakt e kemi studiuar si case study. Wolti me disa kompani të tjera në ditët e një prej kurseve të fundit ku unë mora pjesë ishte case study, rast studimor, dhe ne kishim grupe diskutimi dhe discussion groups, edhe shikonim gjithë historikun e kompanisë, se si nga DoorDash u ble Wolti dhe se si kjo kompani ndërkombëtare ka rritur në biliona vlerën e kuotimit në bursë, po dhe miliarda dollar xhiro. Më në fund edhe në Shqipëri, dhe vetëm në një vit ju keni patur dhe këtu një bum suksesi. Shohim motorat të Woltit kudo. Sot ma pren rrugën, numërova të paktën 7, nga rreth rrotullimi i kopshtit zoologjik deri këtu tek Klani, tek studio e Radio Klanet. Çfarë po ndodh me juve? Kaq shpejt dhe u rritet u bë gjigant. Në total janë më shumë se 700 korrier të regjistruar në platformë. Të mendosh që Wolti është vetëm në 3 qytete sot, është vetëm në Tiranë, Durrës dhe Vlorë, shumë shpejt në Shkodër gjatë muajit nëntor, dhe vitin që vjen në pjesën më të madhe të qyteteve. Është një kompani që është zgjeruar me hapa shumë të shpejt në të gjithë botën. Ta mendosh që është lançuar 10 vjet më parë, rreth vitit 2015, dhe sot që flasim është prezente në 45 shtete. Wolt, DoorDash dhe Deliveroo. Pasi janë 3 brande. E kanë blerë dhe Deliveroo. Domethënë DoorDash është kompania mëm që ndodhet në tregun e Amerikës, Australisë edhe Kanadas, edhe Zelandën e Re, ndërkohë që Deliveroo dhe Wolt kryesisht në Europë dhe në lindjen e mesme dhe në Azi. Unë dua që të gjithë sipërmarrësit e tjerë, të gjithë menaxherët dhe patjetër ata që janë të interesuar për të dëgjuar rreth rasteve të suksesshme të biznesit, ta ndjekin këtë podcast sot tamam si një leksion. Sikur janë në auditorin e një seminari dhe po ndjekin tani një spokesperson, një person që vjen nga puna, nga terreni, edhe vjen nga një kompani shumë prestigjioze. Kështu që unë do të bëj pyetjet në emër të gjithë studentëve, po i quaj të gjithë studentë, të gjithë ata që po na ndjekin sot, okay? Edhe vetë jam një studente e interesuar. Uroj që t'japim një mesazh të lehtë. Do zbulojmë disa sekrete bashk, edhe për të kuptuar për modelet e biznesit nga të cilat ne të gjithë duhet të marrim shembull këtu në tregun ton lokal. Një kompani e cila nis në Finland apo jo? Po. Nga një djalë shumë vizionar. Modeli finlandez i kompanive në fakt e ka në filozofi që të kemi një hierarki horizontale. Në sensin që edhe nga menaxhimi i
poshtëm i bazës, ti mund të shkosh tek një CEO apo tek një shef edhe të japësh idenë tënde inovatore. Ata e kanë shumë këtë qasje dhe mua më pëlqen shumë në fakt sepse është ajo që unë mundohem të bëj çdo ditë sot edhe të jap akses të gjithëve tek leadershipi i lartë i kompanisë. Hierarkia ekziston, po çfarë bën ndryshe po themi këtë kulturën e kompanive europiane, finlandeze, siç është Wolti, po themi një kompani finlandeze, është pikërisht pjesa e kulturës të punuarit, ku hierarkia nuk vlen për të dhënë urdhra, po vlen më shumë për të orientuar, për të drejtuar biznesin, dhe çdo rol, pavarësisht hierarkisë, ka përgjegjësi dhe ka fuqinë për të marrë vendime. Kjo e bën të veçantë mënyrën e të punuarit, kjo i jep akses të gjithëve që të komunikojnë me të gjithë, që të ndihen barabartë dhe që të ndihen të vlerësuar, të kuptojnë edhe impaktin e kontributit që kanë brenda kompanisë me rolin e vet. Ka dhe një term tjetër që e kam hasur kur studioja Woltin, që kishte të bënte me atë që në vendet nordike quhet kind capitalism, pra kapitalizmi i sjellshëm, ai që vërtet kapitalin njerëzor e ka më të rëndësishmen. Dhe kur flasim për kapital njerëzor, flasim për njerëzit, që vërtet për kompanitë nordike janë aseti më i rëndësishëm. Ata kanë një respekt të jashtëzakonshëm në mënyrën se menaxhojnë ndjeshmërinë njerëzore, kohën e tyre. Siç kanë kujdes për kurierët, të cilët kanë një punë jo të thjeshtë, por që paguhet shumë mirë dhe vlerësohet ndonjëherë dhe më shumë se puna e një menaxheri të lartë. Sot për shembull një kurier ne mund ta themi sa mund të paguhet mesatarisht në Shqipëri. Varet nga sa punon. Domethënë ta nisim një herë me vlerësimin që Wolti ka, po themi, për punonjësit edhe për partnerët. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi unë personalisht mendoj që kompanitë që e kanë kuptuar që aseti i vërtet janë njerëzit, janë kompanitë që mund të mbijetojnë dhe mund të kenë sukses në të ardhmen. Kompanitë që njerëzit i trajtojnë njësoj si asetet fikse, po themi, si laptopët edhe investimet që kanë bërë, nuk janë të destinuar për të pasur sukses. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme, në Wolt kjo është, po themi, pjesë e kulturës dhe është një gjë më të rëndësishme ku i gjithë stafi i Woltit trajtohet si pjesë e një ekipi, do thoja unë. Kur vjen puna te kurierët, janë të mirë paguar për ata që arrin ta shfrytëzojnë siç duhet mundësinë që jepet, që do të thotë skema e pagesave është e bazuar nga kontributi që japin, orët që punojnë, korrektësia që kanë ndaj porosive që i vinë, që duhet dërgojnë, eksperienca që përcjellin tek klienti fundor, mënyra e komunikimit, rating që i bëjnë klientët kurierit edhe gjitha më radhë. Më the diçka shumë të bukur, më the që ndonjëherë dhe eficienca në shpejtësi, kur ti e dorëzon më shpejt se sa 30 minuta dhe kjo të njihet nga algoritmi. Pra çdo kontribut njihet. Absolutisht, po, absolutisht çdo element i cilësisë punës së kurierit llogaritet nga algoritmi dhe kjo i përkthehet në pagesë shtesë. Praktikisht një thirrje që do kisha për gjithë partnerët tanë kurrier është që të marrin përsipër sa më shumë porosi, sa më shumë kërkesa që i vijnë nga aplikacioni, pasi kjo do përkthehet në reward, po themi, pagesë në fund fare. Pagesat, po themi, që përfitojnë kurrierët, po janë shumë të leverdishme, janë mbi pagën mesatare, nëse ata do punonin me orare të plota dhe do ishin me rigorozitet, le të themi, ndaj punës dhe porosive. Mund të them që një kurrier paguhet më mirë se sa një deputet në Shqipëri, pa llogaritur bakshishet e deputetit, sa ajo është. Një kurrier i shkëlqyer që performon mirë, po i quajmë kurrieri 100 pikësh. Sa paguhet sot në Shqipëri? Po më shumë se 2.000 euro. Po fantastike, po jo? Po patjetër është. Si duket tregu i punës nga këndvështrimi yt, Lisander? Janë të interesuar të rinj të punojnë në këtë profesion, se ky është një profesion? Ka shumë. Kjo mundësi punësimi, le të themi, të jep edhe fleksibilitet, që do të thotë ti mund të punosh sa orë të duash dhe kur të duash. Pasi platforma është e hapur nga mëngjesi deri në mëngjes pothuajse 24 orë. Kështu që i jep mundësi njerëzve që të regjistrohen dhe të punojnë në mënyrë fleksibël në çdo orar. A është shpejtësia sot valuta e re e biznesit? Dhe si e menaxhoni juve kërkesën dua gjithçka tani? Se ju jeni jashtë masë të shpejt. Domethënë në 30 minuta Wolt duhet patjetër të dorëzoj në Tiranë të paktën. Mesatarisht, po, është vërtet. Mesatarisht një dërgesë dorëzohet për 30 minuta sot që flasim. Synimi është që kjo të reduktohet akoma më shumë. Pra ne punojmë që çdo muaj të reduktohet apo të përmirësohet koha e dorëzimit
me sekonda, që do thotë çdo 2 javë ka përditësime nga ekipi i teknologjisë edhe nga ekipet e tjera të terrenit, operacioneve, ku ne shikojmë përmirësimin me sekonda se si arrihet që përmirësohet kjo eksperiencë. Në fillim fare, po themi, kur Wolt u lançua në Shqipëri, ishte rreth 33 minuta, mesatarisht, sot është rreth 30 minuta dhe në një tarm do jetë akoma më shpejt. I kemi robotët si një potencial dërgese edhe në Shqipëri, sepse në disa vende bëhet delivery nëpërmjet robotëve, apo jo, nëpërmjet dronëve gjithashtu. E vërtet, në Finland është testuar dhe operohet aktualisht me delivery edhe me dron, bën dorëzime me dron, kurse në Amerikë nga DoorDash ka dorëzime me robot. Është eksperiencë shumë interesante sepse janë robot që monitorojnë gjithë rrugën, se ku duhet kalojnë, monitorojnë pjesën e vijave të bardha, semaforëve kur është e kuq, e shill që duhet kalojnë dhe roboti është i paaksesueshëm deri në momentin që afrohet tek telefoni i përdoruesit që ka bërë porosin. Në momentin që afrohet, është vetë ai përdorues që mund ta aksesojë robotin që të hapet edhe të dorëzojë porosin. Deri në çfarë sasie mund të dorëzojë droni ose roboti? Produkti ka një peshë të përcaktuar, ka një volum llogaritur? Praktikisht po ka, po praktikisht çdo porosi të mundshme që mund transportohet edhe me koshin, po themi, që përdoren me motoristat sot. Juve nuk shpërndani vetëm ushqim, sepse në Shqipëri Wolti asociohet me ushqimin, pra merret porosia tek restoranti ku ti do të shijosh një ushqim që ke porositur dhe vjen tek vendi yt ku ndodhesh ti. Po në fakt juve keni në vizionin tuaj të ekspansionit që të shpërndani jo vetëm produkt që hahet ose pihet. Vërtet, praktikisht Wolti në Europë më shumë se 30% të porosive nuk i ka të lidhura me ushqimin. Janë porosi që lidhen me supermarketet, le të themi, me dyqanet e kafshëve, farmacit, kujdesit personal, kremra e tjera me radhë. Pra Wolti mund të më bëj mua pazarin për shembull në supermarket? Absolutisht po. Edhe sot që flasim ka disa supermarkete që janë në platformë dhe shumë të tjera do shtohen shumë shpejt. Po kërkesa është shumë e madhe, produktet e supermarketeve janë me mira, le të themi, dhe kjo e bën pak ngadalt procesin që ne ti bëjmë onboard apo ti fusim sa më shpejt që të gjitha, po brenda fillimit vitit që vjen, çdo supermarket do të jetë i mundur që të aksesohet në Wolt dhe jo vetëm. Për produkte që nuk janë ushqim apo pije, koha e dorëzimit është njësoj? Koha e dorëzimit është gjithmonë më pak se 1 orë. Po mendoj që këtu kemi një efekt zinxhir shumë të mirë, sepse në momentin që Wolti ka një standard dhe thotë unë duhet të jem për 30 minuta maksimumi 60 minuta tek konsumatori final, ti në një kuptim e ke orientuar edhe atë njeriu që bën logjistikën e një mega marketi të madh apo një supermarketi që të nxitojë dhe të më japi produktin në kohë, është i lidhur me Woltin, shitja po bëhet përmes Woltit, dhe ai do japi ca garanci finale klientit fundor apo jo? Absolutisht, domethënë platforma që përdor Wolti është e ndarë në 3 sistemet ndryshme. Një platformë që përdoret nga partnerët, në këtë rast po themi nga dyqanet, retail, një platformë që përdoret nga kurrierët dhe një platformë që përdoret nga konsumatori, përdoruesi fundor po themi. Dhe në momentin që vjen porosia tek dyqani nga konsumatori, dyqani duhet përgatitet, punonjësi i dyqanit duhet përgatitet dhe duhet përcaktojë dhe kohën për sa minuta e bën gati dhe për sa minuta vjen kurrieri për ta marrë. Në momentin që ai e përcakton, automatikisht njoftohet kurrieri që ka rrugën, po themi, më të afërt apo më të përshtatshme dhe që ka rating më të mirë. Ai kurrier shkon atje për të njëjtin minutazh, po themi, sipas njoftimit të algoritmit, të aplikacionit, dhe pra kjo e bën që të jetë shumë efektive. Do të thënë që unë ta kuptoj tani pak Woltin. Mund të ta hapim aplikacionin, lutem Lisandër, dhe ta shohim për shembull se si on futem dhe bëj porosin online tek një furnitor që është në kontraktori juaj dhe se si pastaj Wolti më garanton mua mbritjen e produktit tek adresa ku ndodhem. Po desha mund bëjmë edhe një porosi tani dhe deri në fund të diskutimit. Po sa mirë do ishte, shumë ide e mirë. Çfarë do porosisim, një pica? Çfarë dush, nuk është e thënë të jetë ushqim, mund të jetë edhe mund të haj diçka se s'kam ngrënë drek. Okej, atëherë mund të jetë ushqim. Porosisim një pica atëherë dhe provojmë bashk. Duhet ta testojmë. Po ta testojmë tani direkt, është shumë bukur do ishte dhe ndërkohë ta xhirojmë që ta shohin njerëzit se çfarë është Wolti sot, si na e bën jetën të thjeshtë dhe të këndshme. Pra praktikisht hapim aplikacionin. Këtu mund të zgjedhim midis kategorive se çfarë duam porosisim, nëse do të jetë ushqim i gatshëm apo nga një dyqan, retail, një send apo diçka tjetër. Ndërkohë edhe mundet që të kërkojmë duke
klikuar në search, po shkruajmë po themi pizza. Këtu mund të shikojmë automatikisht listohen gjitha pizzeritë që janë vlefshme në aplikacion, 2 pizza margherita. Shkojmë tek përfundimi i blerjes. Këtu kemi mund zgjedhim adresën. Praktikisht unë nuk e kam adresën të regjistruar këtu, kështu që po e shtoj si adresë të re. Praktikisht edhe mund përzgjedhësh nëse do që porosia dorëzohet deri në zyrë sipër apo mund të lihet tek recepsioni poshtë. Deri në zyrë sipër këtu të vi që ti themi edhe një përshëndetje kur të vi këtu madje. Okej, kati djalit. Mund përcaktojmë katin në shkatit 3. Vetëm djem s'kemi vajza? Si kurier. Jo, patjetër që ka dhe vajza, nuk bëjmë dallime te kjo. Sikur të ishte një vajzë, do ishte shumë bukur. Tani që e ruajtëm adresën, tani është gati për të finalizuar porosinë. Pagesa mund bëhet me kartë, mund bëhet cash, me para në dorë. Unë po bëj pagesën me kartë. Dërgojmë porosinë dhe porosia u dërgua. Praktikisht njoftimi tani në aplikacion është që brenda 20 deri në 30 minutash ne duhet marrim porosinë. Ta do presim kur të na biri telefoni, okay? Po, nëse një klient pas porosisë parë aplikon një porosi të dytë brenda afatit kohor 20 minuta, kjo porosi do të jetë pa tarifa dërgese shtesë, kështu që e bën akoma më me vlerë le të themi për klientin që super. Ta shfrytëzoj. Domethënë Wolti më ofroi një pica sot mua. Dhe jo vetëm. Unë sot do të ofroj këto pije që kam këtu, Bavaria Smalt, ose një pije energjike 8-2, të cilët janë partnerët e mi në këtë episod. Okej? Madje më duhet një hap se kam dëshirë të pi pak aranxhat tani, nuk e dim, pas ka hyrë vapa. Gëzuar për sukseset e tua Alisandër dhe të Woltit në Shqipëri. Faleminderit gjithashtu. Provoj se shumë e mirë. Si aranxhatat e dikushme. Po pres picën tani. Edhe do shoh kush do na vi këtu. 20 minuta muhabet derisa të vi pica. Sa shpenzim ka për mua si konsumator përdorimi i aplikacionit të Woltit për të mbërritur porosia? Është minimal. Varet edhe nga distanca e porosisë, po praktikisht dorëzimet, tarifa po themi e dorëzimit fillon nga 45 lekë, që është minimale fare. Duke qenë se Wolti është një alternativë fantastike shitje, është një kanal i ri distribucioni. Çfarë kosto do kishte për mua si biznesbërës nëse unë do të futesh në aplikacionin e Woltit për të eksploruar këtë mundësi të re shitje? Ka një tarif komisioni. Praktikisht për çdo delivery, për çdo porosi, aplikohet një tarif komisioni. Kjo tarif supozohet për të mbuluar gjitha kostot e aplikacionit, të shërbimit të deliveryt dhe çdo gjë tjetër që lidhet me këtë biznes. Si aplikojnë bizneset për të bërë pjesë e Woltit? I gjeni ju apo ju gjeni ata apo? Është të dyja versionet. Praktikisht po kohët e fundit, le të themi që këtë vit ka pasur shumë kërkesa nga bizneset, sepse kanë kuptuar vlerën e të qenit në platformë, hapet një mundësi po themi për të arritur klient të cilët nuk do t'i arrije dot kurrë nëpërmjet restorantit apo dyqanit dine-in me klientët që vinë po themi në përditshmëri apo që mund të kalojnë aty pranë. Është mundësia për të arritur qindra mira përdorues. Si mendon se ndryshon mënyra të punuarit sot krahasuar me brezin e kaluar? Benchmarku i gjeneratës sot është nëse ti do të punosh më shumë se sa paguhesh, atëherë shumë shpejt do të ndodhë që do të paguhesh më shumë se sa punon. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Praktikisht unë do thoja që kjo lidhet më shumë me gjeneratën millennials, kurse me brezin e ri Gen Z çfarë vjet re është që janë shumë më të lidhur me pjesën e qëllimit të kompanisë, fleksibilitetit dhe po themi jo atë kulturën hierarkike që kanë pasur kompani dikur ku ti duhet të punoje shumë me një kohë gjatë, duhet tregoje besnikërinë ndaj kompanisë për të arritur ato hapat shkallët e karrierës një nga një. Në bisedën e parë që kemi bërë bashkë në zyrën time, folëm gjëre gjatë për shumë tema dhe një nga gjërat më të bukura që ti më ke thënë ishte koncepti i lobster effect, efekti aragostës. Do ta shpjegojmë pak për ndjekësit e këtij podcasti se ishte një nocion që jam e bindur do ta bëjnë save biznesbërësit edhe ata që i pëlqejnë këto tema biznesi. Çfarë është në fakt efekti aragostës që ka të bëjë me adaptimin?
aftësinë për t'u adaptuar me ndryshimet e tregut, po dhe me rritjen personale. Vërtet, praktikisht kjo u hap si them apo lindi po themi kur më pyete pse unë ndryshova nga eksperienca ime e parshme në Wolt, eksperiencën e re. Unë praktikisht kisha disa muaj që po kërkoja një ndryshim, pasi kisha më shumë se 2 vjet e gjys, 3 vjet në rolin e mparshëm. Isha duke parë për një ndryshim, isha duke analizuar tregun, duke parë mundësi për të konceptuar një biznes, një sipërmarrje të re nga ana ime, dhe aty u krijuan mundësia, po themi, dhe erdhi një ofertë nga një kompani ndërkombëtare siç ishte Wolt, që unë e përqasa le të themi pozitivisht sa më shpejt. Në lidhje me Lobster Effect, praktikisht një gjë e veçantë që lidhet me Aragostën është fakti që Aragosta kur rritet nuk arrin që, ose më saktë zhgualli guacka vet nuk rritet bashkë me Aragostën. Domethënë kur rritet Aragosta fillon edhe ndjen një stres të madh, sepse duhet dalë nga guacka që të vazhdoj rritjen, dhe del nga guacka e vet dhe fillon ndërton një guackë të re me përmasa më të mëdha. Gjatë kësaj periudhe mund të jetë pak vulnerabël, sepse nuk e ka më guackën që ta mbrojë derisa të krijojë të ren, po kjo jep mundësinë që të rritet edhe të zhvillohet, po themi, më shumë. E njëjta gjë dhe unë prandaj lidha me eksperiencën time, sepse isha në një fazë që kërkoja dhe doja që të kisha një zhvillim, edhe një rritje nga ana profesionale. Unë ndjeve vulnerabël gjatë i tranziti apo fare? Të jemi sinqert, po, sepse nuk është e thjeshtë, sidomos edhe ndryshimi i industrisë, ndryshimi i rolit, përgjegjësive, nuk është e thjeshtë. Absolutisht ti merr përsipër një risk, po mendoj që ndryshimi është hapi i parë drejt zhvillimit. Domethënë, nëse nuk do ndryshosh në jetë, në çfarëdo lloj aspekti, nuk mund të pretendosh të zhvillohesh. Të ndihmoj Wolt, kompania me trajnime? Si i trajtojnë menaxherët rajonal, sidomos tek të cilët ata projektojnë vizionin dhe suksesin në një treg të ri? Mbasi të përthithin, mbasi dakordohet kontrata e punës, juve shkoni në Finland, kaloni kohën pra një, nuk e di, zyre tjetër përfaqësie në Europë. Po. Ke mësuar shumë gjatë kësaj përvoje? Praktikisht Wolt ka një gjë të mirë që i ka të gjitha sistemet, aplikacionet dhe njohuritë, i ka të gjitha të disponueshme për të gjithë stafin, që do të thotë nuk ka rëndësi nëse ti je një general manager, një menaxher i përgjithshëm apo një specialist i thjesht, ti ke akses në çdo informacion dhe trajnim të mundshëm. Dhe kjo është më shumë çështje e brendshme e individit, se sa do që të mësoj për proceset, për punën, për kompaninë, po për sa kohë kompania të jep gjitha këto tools, mundësi, për mua ka qenë shumë e thjeshtë për tu përshtatur, për tu përfshirë. E keni ndërtuar guackën? Është e fortë tani apo është ende Tani është ai momenti që është duke u forcuar. Në pritje të picës, e cila nuk e di sa minuta kanë mbetur nga koha që bën porosin? Më duhet ta verifikoj, këtu thot rreth 15 minuta. Kështu që edhe 15 minuta ne duhet kemi kurrierin këtu tek dera. Si funksionon modeli 30 minuta delivery në fakt? Tani kurrieri shkon direkt tek piceria ku ne kemi porositur picën? Po, dhe ne mund ta monitorojmë nëpërmjet aplikacionit se ku ndodhet kurrieri. Ku ndodhet në fakt tani? Me çfarë po shikoj unë këtu, është shumë afër picerisë dhe është duke e marrë praktikisht porosinë. Porosia është akoma duke u përgatitur. Është në furrë tani pica, domethënë. Okej. Kurrieri ka mbritur atje dhe është duke pritur që porosia të paketohet edhe të fillojë dorëzimi. Do të thënë e bukur është që kurrieri është përpara se pica të dalë nga furra. Po patjetër do të jetë aty të paktën 2 minuta përpara. Sa bukur, shumë bukur. Në pjesën e administratës ku ti punon më së shumti, besoj pastaj del edhe në teren që të bësh ato checkpointet e tua, të shikosh se si funksionon terreni. Po ke pasur ndonjë histori interesante për të ndarë me ndjekësit e këtij podcasti, të ndonjë njeriu ekselent, ndonjë djalë ose vajze vizionar që ka dashur të bashkohet skuadrës, që ka sjellë një ide inovatore, që ka kuptuar që po punon në një kompani ndërkombëtare dhe jo vetëm për para, por për oportunitetin. Pra ti vjen këtu dhe nëpërmjet punës dhe aftësisë që ke dhe që dëshmon, mund të rrisësh dhe të ardhurat në mënyrë progresive. Nëse ke ndonjë histori frymëzuese, do më pëlqente që ta ndanim me të rinjt që duhet të dëgjojnë.
dhe të mësojnë. Ka disa praktikisht qoftë për staff, po themi, për punonjës të brendshëm të kompanisë, po edhe për partner që kanë hapur biznese të reja dhe kanë pasur sukses. Është një djalë, po themi, që ka hapur një fast food ku përgatit burgers. Ai është vetëm 21 vjeç dhe praktikisht gjeneron mbi 10.000 euro të ardhurën në muaj. Dhe nuk do të arrinte dot këtë sukses nëse ai nuk do të kuptonte vlerat që ka një platformë delivery, po themi, globale siç është Wolt. Por duke qenë se është pjesë e brezit të ri, duke qenë se e kupton vlerën e delivery dhe porosive online, ai që në fillim ishte shumë i përkushtuar, u fokusua tek gjitha cilësitë dhe avantazhet që t'i jepte platforma, i shfrytëzoi siç duhet dhe tani është një nga performuesit më të mirë. Kam shumë kuriozitet të di, pa dekonspiruar emrin e subjektit, cili është top seller juaj në vlerë monetare. Domethënë nëpërmjet Woltit, cili është maksimumi i xhiros që një subjekt në këtë fushë, në fushën e ushqimit, ka arritur duke përdorur këtë kanal alternativ. Po të ta thoja nuk do mbesoja. Kam shumë kuriozitet ta di, po. Është më shumë se 500.000 euro në muaj. Vërtet? Domethënë kemi ne një subjekt që nëpërmjet Woltit në Shqipëri bën 6 milionë euro në vit, ë? Mund të, po. Sa bukur. Dhe themi, po flasim për Shqipëri dhe Kosovë, po të konsiderosh tregjet e mëdha në Europë, po themi, vlerat janë të jashtëzakonshme. Mund të them që ka biznese që 80% apo më shumë se 80% të volumit shitjeve e kanë vetëm nëpërmjet platformës online dhe vetëm 20% kanë në restorant apo në retail, në dyqan. Ndërkohë mua po mbie telefoni. Përgjigje shumë bukur. Alo. Sa nice. Po, patjetër. Atëherë është poshtë, kështu që po, të lutem lajmëroje pak. Duhet të hapet dera poshtë direkt tani. Po. Lajmëroje të lutem pak rojen e televizionit Klan që t'i japi akses djalit. Po. Të vi deri këtu lart, lutem, tek studio. Faleminderit. Meqense era fjala, rastisi që është një korrier i huaj. Sa bukur. Amazing. Kështu që do t'i themi amazing sapo të vi këtu. Sille deri këtu, të vi deri këtu. Shumë bukur që e bëm kështu live si eksperiment biznesi, më pëlqeu shumë. Jam i bindur që ai nuk e di domethënë rolin tim sepse useri im është një user i thjeshtë. Super. Përdorues i thjeshtë dhe nuk arrin të dallojë. E kemi në shtetësinë e kurierit, në shtetësinë e tij. Nga cili vend vjen apo? Nga theksi mu duk si indian, por nuk jam shumë i bindur. Po mirë, shumë bukur. Fantastike. Është një përqindje e vogël, rreth 2% kurierëve janë me në shtetësi tuaj. Shumë mirë. Sot rinj kërkojmë feedback të menjëhershëm dhe nuk e di sa ndikon kjo në zhvillim apo krijon mungesën e durimit. Si e shikon karrierën e të rinjve brenda Woltit? Brenda Woltit krijohen mundësi pafund. Kështu që të gjithë ata që investojnë dhe janë të duruar, dhe e them të duruar sepse në radhë parë duhet që përpara se ti të bësh një ndryshim apo të marrësh përsipër një ndryshim, duhet që ti jesh i përgatitur dhe të kesh përvetësuar mundësinë që të është dhënë. Dhe për ta përvetësuar atë mundësi që të është dhënë aktualisht me rolin që ke, duhet të punosh të paktën 1 vit deri në 2 vjet. Dhe kjo është e studiuar, nuk është me hamendje si periudhë kohore, dhe pas kësaj kohe duhet që të shikosh për një ndryshim në mënyrë që të jepet mundësia dhe të zhvillohesh në një drejtim tjetër. Ti si je kështu në leadershipin tënd, i qetë? Se më duket shumë i qetë. Si e imponon ti autoritetin? Jam shumë i qetë, gjithmonë me mirëkuptim, edhe duke ndar, po themi, atë vizionin me të gjithë pjesëtarët e ekipit. Është shumë e rëndësishme një gjë që kam kuptuar nga eksperienca, është dallimi midis të qenit menaxher dhe një lider i mirë. Jo se po e quaj veten lider në këtë rast, po je lider tamam, ti je fiks lidhje lokomotiva e Woltit në Shqipëri, kështu që por gradualisht nga eksperienca në fillim kur mora rolin e parë si menaxher, fokusi ka qenë gjithmonë ekzekutimi i strategjisë dhe çdo procesi të punës sa më mirë. Ky ishte fokusi dhe nuk ishte në prioritet, po themi, shpjegimi i ekipit, stafit se pse po e bëjmë 1 2 3, po vetëm ekzekutimi sa më në mënyrë të
përsosur. Më dukesh më shumë finlandez se shqiptar vetëm në stilin e leadershipit. Prandaj se duket ka qenë fuzion shumë i mirë i profilit tënd me atë që kërkonte kompania. Tani mund të them që armon më shumë nga kultura europiane. Por në fillim ishte ekzekutimi në mënyrë të përsosur, kurse tani mendoj që ajo që ka ndryshuar është mënyra se si unë kërkoj dhe impenjohem duke investuar kohë tek çdo pjesëtar i ekipit për të dhënë mesazhin dhe për që ata ta kuptojnë pse ne bëjmë çdo gjë, pse ne ekzekutojmë secilën strategji, cili është benefiti për kompaninë, për secilin brenda kompanisë dhe cili është roli i secilit prej nesh, pasi ajo që vlen më shumë për individin dhe ajo që e motivon më shumë është të kuptoj që me kontributin e vet po jep një impakt pozitiv qoftë për kolegët që ka rreth e qark apo edhe për veten e vet në të ardhmen. Erdhi! Do ta marrim prap këtë temë. Thank you. We're having a podcast here. Yeah. We're having a podcast, so you can come here and we can say hi to my audience. How are you? Fine. Where are you from? India. India. Yeah. Thank you so much for being so fast. Okay. 25 minutes and the order was ready to be delivered. Thank you. Okay. You had some difficulties to find the address, but you finally are here. Yeah, not difficult, too much. It's easy. Come here, come. If you can say hi to our audience, it will be great. Come here, please, come here. Okay. What's your name? Shamas. Chamas? Yeah. Chamas from India. Yeah, Shamas from India. Thank you so much. Thank You have been great today. Thank you, man. Bye. Faleminderit. Shumë faleminderit. Thank you. Sa i mirë. Bye. Thank you. Është e ngrohtë apo? Shumë ngrohtë është shkëlqyer. Okay, shumë. Ka gjëja. Stafi mund të haun dhe vazhdoj punën. E pa parë, në 25 minuta e porositëm, e paguam, e gatuam, e poqëm, e morëm, e sollëm, e hëngrëm, tani ta digjestojmë. U deshën edhe ja 5 minuta i harxuam me korrierin derisa të vinte te zyra të lartë, kështu që edhe më shpejt mund të ishte. I dham dhe bakshishin, jemi siguruar që ja ka dhënë bakshishin stafim. Është e mundur që bakshishi të jepet edhe nëpërmjet aplikacionit, që do të thotë është një feature në aplikacion që mund ta shtosh si vlerë. Cila është pjesa më sfiduese e drejtimit të një kompanie që punon 24 orë në 24, 7 ditë javës nga hëna deri të dielën? Juve jeni aktiv 24 orë për dërgesë apo jo? Pothuajse 24 orë në varësi edhe të qyteteve, pasi disa nga qytetet mund mos kenë kërkesë edhe porosi gjatë orëve të natës, kështu që por bizneset me të cilat punon jo gjithmonë janë 24 orë në shërbim. Jo të gjitha bizneset, pikërisht, jo të gjitha bizneset janë hapur 24 orë dhe në shërbim. Atëre përfitojnë nga segmenti i turnit të tretë të natës ato biznese që qëndrojnë hapur dhe zgjedhin që nëpërmjet Woltit i përgjigjen njerëzve që janë disa prej tyre po. Që janë në turn të tretë. Ka farmaci, ka dyqane po themi që janë convenience apo dyqane që dërgojnë pije, shesin produkte ndryshme. Këto janë shumë aktive dhe kanë shumë porosi gjatë natës. A ka Shqipëria dhe Kosova potencial për të bërë habi teknologjik i rajonit në delivery dhe logjistik? Si e shikon? Mund të them që Wolt është një kompani teknologjike, nuk është thjesht një kompani delivery, kështu që mundësia ekziston dhe të rinjt në Shqipëri janë shumë të dhënë pas teknologjisë. Qasja e klientëve po themi në Shqipëri dhe në Kosovë ka qenë shumë pozitive ndaj aplikacionit, ndaj featureve të reja që prezantohen, kështu që mund të them që është e mundur. Të pëlqeu podcasti? Ishte i jashtëzakonshëm njësoj si Wolt. Më pëlqeu shumë, ishte shumë eksperiencë e ngrohtë e natyrshme, nuk është si tek pjesa e televizioneve që ke atë kompleksin po themi të studios e gjitha, ishte shumë edhe fakti që këtu jemi vetëm ne të dy e bën goxha më të natyrshme bashkëbisedimin, bisedën, kështu që më pëlqeu jashtëmas. E ndjek ndonjëherë inspire? Si të duket? Kam parë disa nga serit, me thënë drejtën më kam pëlqyer sepse personazhet që vijnë këtu janë përgjithsisht personazhe të njohur, personazhe publik që njerëzit kanë edhe kuriozitet t'i dëgjojnë, edhe dëgjojnë historitë e tyre. Në rastin konkret unë isha në siklet se thash prit një herë se mua nuk më njeh njeri, çfarë do them unë edhe a do ketë mjaftueshëm interes për podcastin për ta parë, por uroj që dalin me sukses. Po kjo është sfida ime, që të vë në vitrinë njerëz të cilët bëjnë gjëra shumë më të mëdha se ata që dalin në televizion,
edhe që meritojnë të kenë këtë vizibilitet për të ndarë vizionin e tyre, përvojën, sidomos me kompani ndërkombëtare nga cilat mund të mësosh shumë, edhe unë mësoj shumë nga të ftuarit e mi. Është një sfidë e vështirë sepse bota sot rend gjithmonë më tepër drejt klikimit, drejt skandalit, drejt lajmet. Si e tham neve atë fjalën gratification, ishte një fjalë që tham? Instant gratification. Vrapojnë të gjithë për atë instant gratification, ndërsa unë vazhdoj të qëndroj këtu për vlerat. Edhe mendoj që kjo ishte një bisedë me shumë vlerë. Për ata që mund të jenë partnerët tuaj të ardhshëm, për punëtorët e rinj të kompanisë, për punojësit, për të rinj që mund t'i bashkohen skuadrës Wolt, për menaxherët e nivelit lart si ti, për përvojën e punësimit në një kompani ndërkombëtare. Sa bukur që bota është bërë vërtet një vend i madh pa kufi, kur bëhet fjalë për tregun ndërkombëtar të punës, është vërtet shumë bukur. Nëse do kishte një vërejtje që do më bëja, cila do të ishte ajo? Dua një vërejtje konstruktive. Unë do të ta bëj një vërejtje. Nuk do të punosh kaq shumë sepse e ke rritur benchmarkun për femrat e tjerë në Shqipëri. Jo, po unë jam një shembull i mirë. E di pse mendoj që jam një shembull i mirë, sepse jam një kaos i organizuar, në sensin që çdo trak i jetës time ka lider të tjerë, të cilët marrin vizionin dhe energjinë time dhe çojnë përpara si lokomotiv trenat e tyre. Domethënë unë jam thjesht një menaxhere e shumë trenave me lokomotiva të shkëlqyera ndonjëherë dhe më të mira se unë. Por kohën për veten time, kohën për fëmijët e mi, për familjen time, unë i kam gjithmonë prioritare. Kam krijuar disa sisteme të vogla suporti pa cilat nuk do bëja dot dhe unë, se unë nuk jam një super qenie, një superhero, po ky ka qenë vizione. Ndërsa e vetmja vërejtje që do të bëja është që ti jesh pak më shumë shqiptar se je shumë finlandez, edhe ta tregosh pak më shumë grintën kur flet, ti jesh pak më i vendosur edhe ta kesh zërin pak më të lartë. Tregojmë bizneset. Në biznes, do vi ndonjëherë që të marr pjesë në një nga seksionet e trajnimit, po mësova shumë prej teje sot më të vërtet Lisander, dhe ti ke qenë një njohje shumë interesante e gjithë këtyre muajve që un kam punuar me Inspire, edhe isha me shumë gëzim sot në studio e karikuar që ta bënim këtë bisedë bashkë. Uroj që Wolt të na suportojë në projektet e radhës që do të kemi. Faleminderit shumë. Edhe dua të të ftoj në një panel shumë interesant në një program biznesi që do nis shumë shpejt në televizionin Klan për të dhënë një hapësirë dhe një arenë edhe më të madhe se arena digjitale. Është kënaqësi. Kur ta marrin ftesën, brenda 30 minutash do të jem aty. Super, njësoj si Wolti. Perfekt atëre. Le të besojmë që ti do shpërndash gjithmonë përgjigje pozitive. 30 minuta pritje vetëm. 2 pyetje të fundit. Pyetja që do doja që unë të drejtoja, por që nuk ta bëra. Dhe një pyetje që do ma drejtosh ti mua për ta mbyllur këtë podcast. Besoj që diskutuam gjitha, madje dolëm edhe nga tema e pjesës profesionale, folëm edhe për gjinitë dhe rolet për kace, po pyetja që do të bëja unë është cili është vizioni për podcastin në vijim, praktikisht cila do të jetë e ardhmja e podcastit mbas disa vitesh, si e shikon? Podcasti do vazhdoj të sjell këtu histori frymëzuese njerëzish që jo domosdoshmërisht janë të famshëm, dhe bashkë me gjithçka që do sjelli koha dhe vitet, se ndron teknologjia asistina, të ndron jeta, ndrojnë njerëzit, vinë gjatë gjithkohës personazhe dhe histori suksesi dhe bota ka gjithmonë uri dhe etje për frymëzim, kështu do të vazhdoj dhe unë misionin tim. Ky është trungu i gjitha nën produkteve dhe bebeve tjera që neve po rrisim, janë bebe digjitale, në fakt të gjitha të orientuara drejt platformave online. Një nga gjërat më të bukura që po bëjmë tani është Meet the Founder, që është një dokumentar i plot për jetën e një lideri, jetën e një business burst, jetën e një menaxheri të lartë. Kemi përfunduar disa nga episodet dhe të ftoj zyrtarisht që bashkë me CEO-n e madh të kompanisë të bëjmë një Meet the Founder në Finland, atje ku nisi Wolti. Pse jo me themeluesin e Woltit, pse jo? Shumë faleminderit për bisedën. Faleminderit ty për ftesë. Do shihemi shpejt. Suksesa.